një verdikt të qartë, me qëllim që të mos kemi më vonesa të tjera, të mos kemi më blokada të panevojshme, të mos kemi frenim të proceseve, sepse vërtet nuk kemi kohë për të humbur. Gjatë vitit 2025 ka ndodhur gjëra që për imagjinatën time kanë qenë të pabesueshme, mirë po ato i kemi kapërcyer dhe si duke qytetari i Kosovës nuk e ka parë me shumë simpati vitin 2025 dhe ka dashur të jetë i sigurt që viti 2026 do të jetë krejt ndryshe nga 2025. Sigur po i bie që ky rezultati është ndëshkim i qartë i atyre që e kanë bllokuar gjatë kësaj periudhe, sa po i bie më shumë se 8 muaj procesin e ndërtimit të institucioneve nga kuvendi deri tek qeveria? Po tani nëse besojmë në demokraci dhe nëse besojmë në vullnet qytetar, atëherë nuk ke si ta lexosh ndryshe, sepse vota është shumë e qartë. Pra ata që pak e patën marrë veten pas zgjedhjeve të 14 shkurtit, në shkurtin e vitit kaluar, përsëri kanë humbur votat pikërisht për shkak të qasjes së tyre bllokuese, as pak institucionale edhe as pak në shërbim të ndërtimit dhe të forcimit të shtetit. Prandaj qytetari e tha qartë, ka parti të cilat kanë humbur dukshëm vota, ka të tjera të cilat kanë arritur të mbajnë pak a shumë nivelin e votave dhe është koalicioni ynë i cili e ka rritur shumë numrin nga 42 në 51, madje kemi thyer edhe rekordin që vete kemi vendosur me 14 shkurt viti 2021. Pavarësisht këtij rezultati dhe këtij epilogu, subjektet politike, nëse i referojnë PDK-s, LDK-s, AK-s, ata kanë vazhduar të ngulmojnë për të thënë se ju keni qenë ata të cilët e keni bllokuar. Po e quaj kështu ju si konstelacion politik, si një koalicion i përbashkët, këtë 8 muajor ndërtimin e institucioneve dhe nga ana tjetër, nëse i referohemi rezultatit ose plebishitit 51% argumentimi të paktën për aq ditë sa kemi kaluar nga kjo periudha edhe e vitit 3, por edhe e zgjedhja është se mërgata e bëri një lloj diference. Pra ata qytetarët kosovarët të cilët jetojnë në perëndim. A i bie që ka të vërtet këtu diçka apo? Tani, mbasi është dhënë kaq qartë verdikti i qytetarit, është ndoshta e tepërt ta diskutojmë ne se kush ishte fajtor për vonesën. Ne kemi thënë qartë gjatë vitit 2025 që është fatkeqësi e madhe që bllokada po ndodh, frenimi po ndodh, kemi ofruar alternativat ndryshme për të dalë nga ajo rrugë. Nuk ka pasur gatishmëri tek një parter cilin ne atëherë kemi zgjedhur, kështu që për këtë tashmë është thënë fjala përfundimtare. Gjithçka që flasim ne sonte në studio më duket e tepërt, post festum, po sepse është dhënë qytetari ka treguar kë e ka parë përgjegjës për blokadën e vitit 2025 dhe ka treguar gjithashtu te kush e ka shpresën që punët nuk do të vonohen më, që punët nuk do të frenohen më,